Berisha kryeveprën e tij në politikë ka 8 vitet e të qenit kryeministër. Si president, ai e ka pohuar dhe nuk është nevojë që unë të përsëris në libër ato që ai ka pohuar vetë. Në këtë drejtim unë kam qenë i lehtësuar, por merita e tij më e madhe në gjithë karrierën politike ishte ndikimi dhe gjithë kontributi i tij në lëvizjen e dhjetorit. Sigurisht që ka gjëra shumë të diskutueshme, absolutisht po. Por Sali Berisha ka një këmbgulje dhe një vullnet që nuk e ka kush. E di çfarë tha një personazh ka bërë përshtypje i këtyre lëvizjeve dhjetorit. I cili bëri një gjykim shumë të ftohtë të tij. Tha e meriton të tha, neve s'merrim vesh fare nga politika, si bëshim partitë. Dhe këtë po ta thot Dritan Gila, i cili hyte njerëzit që se kam qef. Jo, kritikët më të mëdhenj Sali Berishës. Po. Tha, ishte normale që do ta merrte. Ai tha, ne nuk e njihnim fare si funksiononte partia, ai e dinte si funksiononte partia, ishte më i zoti nga ne. Do ta merrte. Tani mua më ka bërë përshtypje sepse unë në libër nuk e kam, do të thënë, jam munduar të jem i ftohtë. Mua më ka bërë përshtypje intervista e tij e dhënë për Pret Zogaj në revistën Speker, e kam aty, 4-5 pyetje, sa ishte zgjedhur president. Dhe në 1992, në 4 prill diçka ti plus minus data, ti jepi një intervistë dhe të thoshe një nga qëllimet kryesore të karrierës time dhe si president do jetë çështja e Kosovës. Tani më fal tani. Duhet të kesh disa njohuri që si kanë të tjerët. Dhe jo vetëm këtë e bëri, po kur vajti ai një nga avantazhet ose po themi bilancet e tij më të mirë është 2 vizitat e tij në Shtëpinë e Bardhë që këtu ti je diplomat dhe e di shumë mirë nga unë, që është pritur nga George H. Bush dhe pastaj Bill Clinton, edhe me ceremoni të veçantë. Është i vetmi, na pëlqen, është i vetmi që ka bërë vizitë zyrtare. Po pra, këtë po them. 2. Jo, vetëm me George Bushin, është atje te Oxhaku, quhet vizitë zyrtare. Po se te Oxhaku dhe vuri hartën dhe tha këtu është Kosova. Tani më fal, këtu janë cilësi të veçanta, nuk janë të zakonshme. Pastaj, nga 19 Dhe duhet shoh diçka. E vërteta është që shërbimi i jashtëm diplomatik në atë kohë, me mangësitë të tjera që kishte më ashtu. Jo, nuk e kam te riorganizimi se për sa i përket ky administratës, ky me 24 njëshin i vuri spatën, por edhe këtu dua të bëj prap një ndërhyrje revolucionare, nuk ka qenë fajti e komplet, ka qenë një kërkesë që vinte nga jashtë. E jashtë? Nga jashtë. Duhet ta bësh spastrimin, më thanë jo sot. Por shërbimi i jashtëm u vu në funksion çështjes së Kosovës. Po. Jo është vërtet. Kontrabanda e naftës, zgjedhjet e 26 majit, kriza me marrëdhëniet greke, kriza me marrëdhëniet me SBA-n. Do thonë, unë kam lexuar dokumentin që vajti Rerson në Ministrinë e Jashtme takoi Erian Starohozës me ministra i tha, në qoftë se ju nuk do ta ndërprisni, presidenti Clinton do bëj deklaratë dhe rrezikojnë dhe marrëdhëniet tona. Se ajo dosja gjyqin e të petë. Jo, për kontrabandën e naftës. Për kontrabandën. Sepse Rerson me vetë në timon kishte vajtur në han të hotit dhe shikonte kur kishte parë tubin atje që nga liqeni dhe kalonte do të thonë Matan, aty kishte thënë ja stop deri këtu dhe i kishte dhënë një informacion që i kishin vënë ca doganier amerikan që do të thonë që quheshin TOKB-s dhe i ngre tabelën një shoferi me botën, një shqiptar, shkodran, dhe i ngre tabelën, e mbushu i thot ai, amerikanit. Dhe këtu thas marrësh vizë kuqe. Dhe këtu tani Berisha në intervistë mua më ka thënë që e ka bërë për çështjen e Kosovës. Është çështje tjetër. 26 maj. Skemat piramidale. Unë kam qenë në shkollë. Po e di do. E di për çfarë është bërë? Është bërë se nëse do bëja kontrabandë Shkodra do vdiste për bukë. Një pjesë e madhe e asaj kontrabande është ushqyer gjithë Malësia e Madhe dhe Shkodra. Kanë qenë me vjetra, me qindra, makinat që shkonin me serbator të dyfishuar, me bidona, që shkonin. Për ndryshe, familje do vdisin aty. A që kaloj në mënyrë industriale pastaj me këto tubat e më të thash, aty u qel muhabeti. Do li është kontrolli. Pastaj kjo e bërë për Kosovën këta profkat e dhe marsi 97-s pastaj është vazhduar se s'ka si do ta trajtosh. Zoti Berisha e ka thënë vetë këtë, nuk është se është fajti i tmerrshëm pa. Është një gjë, ajo marsi 97-s tani është gunga në trupin e Shqipërisë. Do na ndjek një jetë.
E kam thënë dhe unë këtë, do jetë, nuk do na harohet. Sa herë do flasim për aftësitë tona shtetformuese, do na nxirret përpara 97-a. Sigurisht, ne kemi përjetuar në 97-ën. Do thënë, u dosh gazeta e Koha Jonë. Si do ta shkruaj unë? Megjithatë, Land ti vure periudhën e tij si kryeministër, megjithëse në periudhën si kryeministër ka 21 janarin. Jo, 2005-2007 e gjysmë, të gjitha parametrat të dhënat më rezultojnë që është një nga qeveritë me bilancin më të mirë. Dhe kjo nuk është fakti im, janë fakte. 2005-2007 e gjysmë. Ndërsa unë do t'i vija notën më të mirë periudhën president 92 pas referendum 94. Do thënë 92-94. Po. Sepse ka transformim më të madh që pësoi Shqipëria. Do për ta banalizuar. Revolucion në ligjen. Po jo, pa ato shtëpitë që u morën, që bën pronar shqiptar të apartamenteve. Në atë botën. Po. Edhe referendumi, votimi fundit i lirë i shqiptarëve dhe i pa manipuluar, me thënë të drejtën. Po, dhe Ramiz Alia ka bërë zgjedhjet më të rregullt. Më të mirë, po. Po shiko, këtë ma ka thënë një personazh politik, Kastriot Islami, gjithmonë kur do të humbësh, bëhen zgjedhjet më të mira. Sepse nuk i vjedh kur do të humbësh, je në pushtet. Jo, më dhe s'dinin ata. Ja, edhe s'di. Megjithatë, 94 si referendum, po ti ishe futur mekanizmi të manipulimit të zgjedhjeve mund t'ja dilte. Landi, kemi hyrë në fazën e presidentëve që paka shumë i njohim. Te Sali Berisha mund t'i kemi harruar ca gjëra, por ama mjafton të rikujtohen sepse shumë sekrete nuk na kanë mbetur nga Tani, 97 kur erdhe këtu trupat paqërvojtëse. Është një dramë që më vonë 72 orë ka qenë i rrethuar në presidencë në mars të 97-s. 72 orë. Dhe shkoi atje edhe zonja Liri Berisha, një besnikëri e zakonshme. Ai e pranoi se u çoi ushqime dhe shkoi në shtëpi. Ka shkuar vetëm në shtëpi, ka qëndruar vetëm natën në shtëpi, se fëmijët kishin fëmijë të vegjël, duhet ta kuptoj. Dhe një plumë nga ato plumbat e të shmendur, vajti dhe qëndroi te krevati, përfundoi te krevati i mbesës. Vogël. Mbesa nuk ishte aty se ikën ata në Itali. Do ta kuptonte si ka qenë Shqipëria. 72 orë. Ne sot mund të fantazojmë, do të mund të themi çfarë. Janë gazetarët e mi që nuk e dinë. Janë të rinj. Sa kishin lindur ose kanë lindur mbrapa. Dhe ne gazetarët e Kosovës pasaj mbas kësaj, do të unë kam kujtime të mërshme. Nuk duhet të kujtoj në njërë. Gjën e ka thënë njeriu i cili ndoshta nuk e besojmë që mund t'ja thosh, sepse ka marrë edhe Damkën si sponsorit në Departamentin e Shtetit. Lesbi Beraj në librin e tij ka thënë mbas 97-s PD-ja duhet të ishte zhdukur nga skena politike. Dhe vërtet kështu është lan. Është mëkat i madh, thashë, është gunga gunga në trupin ton. Tani hajde ta gjejmë atë. Por te përshtypja nga intervista. Në cila intervistë? Nga intervista. Nga Berisha. Nga Berisha. Unë them që është i ka marrë një deklarat, ai gjithmonë jep lajm. Nuk ka intervistë Berishës është nga më të mirat. Dhe mund t'japi 10-20 lajme, por them që deklarata më e bujshme e tij në atë intervistë dhe që është referencë dhe unë vetë i referojmë asaj që e ka marrë vetë, është që i kam bërë zoti president, sepse unë për atë po e pyesja, Shesheli në parlamentin serb i është drejtuar Milošević, i ka thënë ku shkuan $20 milion për destabilizimin e Shqipërisë 91-92 ato. Dhe ai çoi thotë ja ku kanë shkuar thotë. Shqipëria thotë është shkatruar, kanë shkatruar dhe furrat e bukës. Dhe zoti Berisha i them unë. Do të thënë ç'e ishte kjo? Kishit ju informacion tjetër? Po tha, kjo është e vërtetë. Dhe ne tha me shërbime sekrete tha, dhe pranoi që kështu ka ndodhur. Janë bërë hetime, janë arrestuar edhe njerëz, po 92-94 tani ku kishte media atëherë. Dhe ne s'dinim asgjë. Dhe zoti Berisha këtë ka pranuar që është vepër e shërbimit sekret serb. Në intervista me të çfarë përshtypje ka lënë? Berisha është një njeri shumë korrekt. Nuk bëhet fjalë të thot Berisha për shembull këto orë dhe të vi si në një që e dim ti dhe unë, të vi një 10 minuta, 20 minuta me vonesë. Nuk e ka fare problem se çfarë pyetje i bën fare.
është njëri që t'jep shumë lajme dhe të reja, ka një artikulim, dhe këtë duhet thosha që një nga gjërat më të bukura që ka aty te Recep Mejdani është revista Shkenca dhe Jeta e fund viteve 80, Kolegjiumi i Redaksisë Sali Berisha Recep Mejdani. Siç që është renditja e presidentëve, Sali Berisha Recep Mejdani. Ti besoj e lexoja atë revistë atëre. Madje i mbaj mend edhe se unë kam arkiv. Zëvendës kryeredaktorin ka qenë Luan Dibra, babai i Alban Dibrës, kardiologu të famshëm, i cili në fakt ai ishte truri i revistës. Sa ishte një revistë shkencore që ti mos kuptoj gjë. Ai ishte revistë e lirë, ai ishte demokratike. Madje te kjo mbaj mend që në atë kohë lajmërua që edhe Sali Berisha është zgjedhur një ndër 10 antarët e komisionit, nuk e di ç'a ishte për kardiologjinë. Po. Në këtë nuk e kam fiksuar, po ishte fotoja e tij. Po, ke një libër aty të librat e Berishës. Po, edhe po mbaj mend, e kam pasur koleksion, kam pasur revistën Shkenca dhe Jeta dhe Hostenin. Dhe Hostenin. Deri vonë, ka qenë me Niko Nikollën, dhe me këto karikaturat e Bujar Kapelgjiut. Po të gjithë aty ke pasur, domethënë, kanë qenë me gjithmonë vatra të përhapjes së dijes, po edhe të kulturës. Unë për shembull, më thënë të drejtën, shumë gjëra për Amerikën i merrja vesh nga fejtonet e Ymer Minxhozit, i cili arrinte dhe i rrëshqiste gjëra duke bërë sikur talli me to. Ose Ymer Minxhozi është, njerëzit e kanë harruar, po ka qenë, është babai Skënder Minxhozit, për shikuesit se për ty e di që e di, dhe ka qenë një ndër fejtonistët më të mirë që ka pasur Shqipëria. Madje librat e tij unë i kam pasur në shtëpi, sot tash janë të shtëpia nënës. Nëse kalojmë te tjetri, Recep Mejdani, një ende aktiv në politik, nga që i njohim, duhet i kalojmë pak në mënyrë telegrafike se u zgjatëm shumë. Biseda është interesante, po s'dia kanë nervat në ndjekin ata që na kur çdo socialist i kupolës së qeverisë së asaj kohe u akuzua për korrupsion, ky burr nuk u akuzua për qoftë edhe 100 darkë. Dhe kjo është merit në ato vite. Nga marsi 97-s, nga presidenca e Sali Berishës e Recep Mejdani, ishte një kapërcim shumë i madh, dhe profesori, se ne vazhdojmë të themi akoma profesori, ka një merit të jashtëzakonshëm. Ora 14 shtator, se kam qenë aty. Shqipëria nuk ishte shtet. Se kujtoj në marsin e 97-s, po një vit kaloi. Një vit e pak muaj. Dhe, nuk e, jo këta të rinë nuk e din tani, po edhe ne e kemi harruar, u dojsh kryeministria, u dojsh në gjitha ministrit, dhe kur tha ai pari turmës, me antitanka i tha, drejt Kosovën, do dhe aty tani, aty ra automati tani. Te gazeta Kuajon, kishte këta që rinin paradite, Kadrivo Kopola bënde fjalë kryqin, do dhe këta të reklamave, dhe ishte dhe Radio Koa. Atje pasaj, ne s'kishme qamë, se s'kishe celular, ore ikni se do vindu djegin. No e kupton dhe çfarë situate? Një herë kishte provuar djegin. Ky burr, po jo, pasaj ishte kështu pasaj. Ky burr arriti të bënde atë që një, qëndroi aty dhe nuk iku, Fotozano iku. 2, bënde thirrje për ulje dhe i vetmi njeri me cilën komunikonin edhe ndërkombëtarët. S'kishte Shqipëria. Vetëm ky burr dhe ka një merit të jashtëzakonshme. Unë e quaj edhe të parakoshëm, si Fanoli, se me atë qetësinë e tij, do të thënë, zoti Mejdani, do të thënë, Land, mos i hyri një qef që të bëjë edhe një herë të dytë president. Pa diskutim që donte të herën e dytë dhe e meritonte të ishte herën e dytë. Po ta zëm kështu. Po jo të mos ishte Mojsiu, se Mojsiu për mua është presidenti më i mirë, unë nuk e di, mund ta teproj me këtë dhe e mbaj këtë qëndrim, sepse presidenti konsensual i zgjedhur me konsensus që u sulmua dhe i vetmi dhe u sulmua më shumë nga gjithë nga ata që zgjodhen si konsensual. A e kupton? Sali Berishës nga 1 në 10, çfarë note? Ua, është vështirë, shumë e vështirë. Si president është shumë e vështirë. Si kryeminist se kisha probleme, vija nota sepse thash, po si president bëri gjëra të mëdha në 92, 94, po kur kujtoj në 97, tani kemi qenë këtu më, do të nuk e di, sepse kishte mundësi që ta shmangte në 97. Në 2 mars u zgjodh president. Do të thënë, në qoftë se Ramiz Alis
do që orë era Mizalin, që anote i bënë në burë? Po ne thamë në mes, atje ku ishte ai 7, thashë. 7, a? Atje në mes, as 4, as 10. Po edhe unë, mendoj, pa 97-ën, diku të 7-8 është edhe Berisha, pa 97-ën. E po 97-a më ullë automatin tani, se kanë qenë gazetarë aty tani, e kuptonit që kam parë. Si kryeministër? Si kryeministër, pa diskutim, thash 2005-2007 e gjysëm, Sali Berisha ka bilanci më të mirë në historinë e kryeministëve pasaj gërdesi dhe 21 janar. Ato pasaj fundosën fare, por ai ka antarësimin e Shqipërisë në NATO, le që thonë, po, dakord, donte Amerika, donte. Shiko, Land, me që kam qenë brenda në të kohë, unë do t'jep një merit për heqjen e vizave. Po patjetër. Jo për NATO-n. Tani, dhe kjo e NATO, shiko, kjo është një diskutim tjetër. O tani, ti e di qa kriteresh kishte Greqia në 81 që u pranua në BE? 4. Që sot talëm që ato. Dhe janë rrethana, që ne si kemi ne ato ndorë. NATO-ja ishte një roadmap prej 10 pikash, të cilat 5 e kishin bërë socialistët. Dhe ishte, siç ndodhi më vonë që nuk u panë shumë kriteret, po Amerika donte të na fusën, ndërsa për vizat mendoj që ka merit, pa diskutim. Vuri administratën në punë, orientoi, mirë, keq i bënin si e bënin, por ja dolin që të merrte miratimin për heqjen e vizave. Unë aty i lë merit. Pastaj për NATO-n jo. NATO-ja ishte një vizion gjeopolitik i amerikanëve. Dhe do thoshin që ky do me thënë herë merr një shfare. Po, pastaj bëri gërdecin, i të mërshëm ishte 21 janari. Se 21 janari kishe vetëm gërdecin, mund të ka përcej. Po, edhe e ka përceja gërdecin. Po, me 21 janari, pastaj... 21 janari ishte, do më thënë, i vuri flakën që dhe në 97-a nuk ishte rastësi. Unë them që mund të shmange, kishe shumë mundësi të shmange, dhe ishte e parësyshme ajo batare armësh në momentin që kishin ikur, se unë kam qenë në transmetim dhe isha drejtor i informacion në Euronews dhe ndiqja gjithë operacionin. Por tani kur ishte një moment që pak thuhet sot dhe i detyrohem që t'ia them atij gazetarit Elton Qyno, që ai s'është në gazetari më tani, por unë kam pasur dhe student dhe duhet të jetë jashtë, që duke transmetuar live, kishte mbaruar gjithçka. Kishte mbaruar, ai po fliste live. Ose ke për Fatos Mahmutaj. Jo. Shtjeti që Fatos Mahmutaj ishte te klani. Elton Qyno. Jo Elton Qyno. Elton Dono, më fal Qyno. Jo Qyno. Elton Dono, djali i gjatë, ja kam pas student, duke raportuar ç'a ndodhi, po bën një përmbledhje dhe i futen dy ushtar kështu policë të Reneas, i hipin mbi të dhe i bie dhe ne shikojmë live vullatarisë, më lurim në ato momente më. Dhe unë e di se si e kemi gdhir deri në mëngjes atë njeri. Dhe do të them këtë gjë për gjithë për ta përmendur, jo thjesht ta përmendur kështu, po për gjithë atë që ai hëngri atë ditë pa arsye, se kur them pa arsye, as i gazetar nuk mund të ketë arsye, po ai s'kishte lidhje fare me ata hynë binin live. Dhe kjo sekuencë, kjo duhet nxjerr tani nga arkivi Euronews-it dhe duhet vënë aty. Aqa. Çfarë ndodhi i për Xhamidanit? Profesorit, unë qaja mund t'i dhe profesorit nota, është po për gjithë ato stoicizmin e ti, do dhe kjo mund të marrë i 10, po pasaj ato kur i lindë ato gjerat për gjysëm, pasaj dhe kjo Siramis Alia, do dhe aty pasaj po kështu është njëri mirë i dashur, e donim gjithë. Si i tha, 10 e kam për vete, i tha, ty do 8 ose 9.